بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb. Dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Kemi nis me temën e ligjëratave historitë e pejgamberëve në Kur'an. Kemi nis me Ademin alayhi salam. Dhe treguam se si Allahu subhanahu wa taala e krijoi Ademin alayhi salam. E nderoi dhe respektoi para krijesave tjera, edhe çoi para krijesave tjera. I urdhëroi me lajkat që miran sejdë Ademit alayhi salam, ku të gjithë ranë sejdë përveç Iblisit. Kush është Iblisi? A ishte Iblisi nga me lajket, apo ishte nga xhenët? Shumica dërmuese dietarëve, si Ibn Abasi, si Ibn Mesudi, Ibn Jurejhi, Said ibn Musayyibi, Abu Qatada, mendojnë se Iblisi ka qenë prej me lajkeve. Dhjetë se na e cekëm ajetin kuranor, ku Allahu subhanahu wa taala I ka urdhëruar me lajket miran sejdë Ademit alayhi salam, ku të gjithë I kanë rënë sejdë përveç Iblisit. Çfarë ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala miran sejdë Ademit? I ka urdhëruar me lajket. Tani duke u argumentuar këtë ajet, dietar kanë thënë se Iblisi ka qenë prej me lajkeve. Pastaj Allahu subhanahu wa taala e ka mallku, e ka nxjerr prej mëshirës së dhe e ka bërë shejtan. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton dhe thot: emri Iblisit fillimisht ka qenë Azazil, ishte në mesin e parisë me lajkeve. Kishte 4 krah, por më pas u mallkua e u poshtërua. Gjithashtu me një transmetim tjetër, Ibn Abbas thot: Iblisi ishte nga me lajket, por kur e theu urdhrin e Zotit, kur nuk e zbatoi urdhrin e Allahut, që urdhëroi miran sejdë Ademit alayhi salam, u hidhërua Allahu me të, e mallkoi dhe bëri shejtan. Kjo është mendimi I parë I dietarëve. Mendimi I dytë I dietarëve, ku thojnë se Iblisi nuk ka qenë asnjëherë prej me lajkeve. Mirë po Iblisi është prej gjinve. Ibn Zejdi, Hasan al-Basriu e Abu Qatada kanë thënë se Iblisi është babai I gjinve, sikurse Ademi alayhi salam është babai I njerëzve. Dhe se Iblisi nuk ka qenë nga me lajket. Emri I tij fillimisht ka qenë El-Harith, kështu është transmetuar nga Ibn Abbas radiallahu anhu. Ajo që ka e vërteton se Iblisi ka qenë prej gjinëve është ajeti kuranor, ku Allahu subhanahu wa taala thot në surën Kahf: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblisa kana min al-jinn." Thot ka qenë prej gjinëve. Kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi. Thot Allahu kur ju tha me lajkeve, porolën në sejdë para Ademit, ata u porolën përveç Iblisit. A ishte një nga gjinët. Kjane minel gjinit, thot Allahu. A I ka qenë njëri prej gjinëve dhe nuk ju bënd urdhërit të Zotit të vetë.
Kështu këtu Allahu saktësisht e tregon se Iblisi kana min al-jinn. Iblisi ka qenë prej gjinëve. Dhe kjo është mendimi i dytë i dietarëve, i cili është më i saktë. Se këtu Allahu ma konkretisht po tregon se Iblisi është prej gjinëve dhe Iblisi nuk është prej melajkeve. Dhe kjo është mendimi më i saktë i dietarëve. Kuptimi i emrit Iblis do të thotë i dëshpëruar. Sepse shejtani është i dëshpëruar. Ata Allahu subhanahu wa taala e ka largu prej mëshirës vet, e ka mallku ata. Edhe gjithashtu, ata të cilët e ndjekin rrugën e shejtanit, e ndjekin rrugën e Iblisit, patjetër se kanë më dëshpëruar. Kanë më dëshpëruar edhe në këtë botë, do të jenë të dëshpëruar edhe në botën tjetër. Se s'ka lumturi, s'ka gëzim, s'ka kënaqësi në bindjen e shejtanit. E në hidhërim të Allahu subhanahu wa taala. Ai cili bindet shejtanit, ai hidhron Allahu subhanahu wa taala. Ai cili hidhron Allahu subhanahu wa taala, s'ka lumturi ai. S'ka mu kënaq, as në këtë botë as në botën tjetër. Pra lumturia është në bindje ndaj Allahut. Lumturia është në bindje ndaj pejgamberit alayhis salam. Lumturia është në vepra të mira që Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me neve. Iblisi është i krijuar prej zjarrit. Dihet se njeriu është i krijuar prej balte, prej dheu, prej lloçi. Gjinët janë të krijuar prej zjarrit, pra Iblisi është i krijuar prej zjarrit, ndërsa melekët janë të krijuar prej drite. Allahu subhanahu wa taala përmend në surën Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fot Allahu, ai e krijoi njeriu nga balta e terror, në baltë e pjekur, dhe ai e krijoi gjinët nga flaka e zjarrit. Surën Ar-Rahman, Allahu subhanahu wa taala po thot se Iblisi, se gjinët janë të krijuar prej zjarrit. E gjinët ndahen në dy pjesë. Ndahen në gjin musliman edhe gjin jo musliman. Gjinët jo musliman janë shejtan. Ndërsa gjinët musliman nuk mund të quhen shejtan. Ato janë vetëm se gjin. Pra gjin ndahen në dy pjesë. Gjinët jo musliman të cilët janë shejtan, ndërsa gjinët musliman quhen vetëm gjin, edhe nuk thirren si shejtan. Iblisi i mallkuar kofron. Dhe froni i tij është mbi det, nga ku i urdhëron ushtarët e tij. I dërgon tek njerëzit për t'i devijuar ata, për t'i mashtruar ata, për t'i larguar ata nga udha Allahu subhanahu wa taala, nga rruga e Zotit, për t'i larguar prej udhëzimit. Më i afërti te shejtani është ai i cili i zbaton urdhrat të shejtanit më së miri, ai i cili bën fesad më shumë, ai i cili bën çrregullime më shumë, ai i cili bën çija më shumë, ai është më i afërti te shejtani. Siç ka ardhur në hadithin e Xhabirit radhiyallahu anhu, i cili transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë se froni i Iblisit është në bidat, dhe ai i dërgon arabët, ushtarët e tij tek njerëzit, dhe më i çmuari prej tyre, më i çmuari dhe më i miri te Iblisi është ai i cili fut më shumë nga tresa, ai i cili bën fitnë më shumë. Allahu e ka shëmtu pamjen e Iblisit, pasi ka qenë me pamje të bukur. Mirë po, pasi Allahu e mallkoi ata dhe nxjerrë prej mëshirës tina, se nuk e çojnë në urdhrin e Allahut, Allahu e mallkoi ata dhe e bani krijesë shumë të shëmtuar, saqë po të kishte mundësi dikush me pa shejtanin, nuk ishte me mujt me hangër dhe me pi, se çaq krijesë e urrëtur dhe e keqe, aq krijesë e irrituar që është. Dihet se Iblisi është i pari i cili u bë mendjemadh. I pari i cili e tregoi mendjemadhsinë është Iblisi, i cili u tregua mendjemadh dhe nuk i ran sejdë Ademit alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në surën Hijr, ku thot në disa vargje të ajeteve. Ai Allahu tha: "O Iblis, cila është arsyeja që ti mos të jesh për atyre që bën sejdë, që i bën sejdë Ademit?" Ai u përgjigj: "Nuk është për mua të bëj sejdë një njeriu që e krijove nga balta e thatë, e marr nga balta e zezë." Allahu i tha: "Del prej aty sepse ti je i mallkuar. Mallkimi kundër teje do të jetë deri në ditën e Kiametit", i thot Allahu Iblisit. Ai tha: "O Zoti im, më jep afa deri në ditën kur
Kur ata të ringjallën, Zoti tha, po e ke afatin. Deri kur të vijë dita e caktuar, deri në kiamet. Pra, këshire çfarë krahasimi po ban shejtani? Që ata e ke kriju prej balte, unë ke kriju prej zjarri, po thot. Unë jam më i mirë se ai. Unë jam më i mirë se ai, a dihet se çka bën balta dhe çka bën zjarri. Balta ndërton, balta krijon, mund të ndrej shtëpi, me ndrej shkollë, me ndrej ndërtesë. Ndërsa me zjarr vetëm mund të shkatru, se zjarri vetëm se shkatron, vetëm se djeg. Këshire logjikën e iblisit. Nuk i ra në sejdë Ademit a.s. dhe Allahu subhanahu wa taala e largoi prej mëshirës tina dhe e mallkoi ata. Këshire vetëm një herë se ka ngu dhe ka largu prej mëshirës Allahut. Po në sahar e më këtojnë Allahu subhanahu wa taala. Sahar i bojnë gjëna Allahu subhanahu wa taala, mirë po në shpresojnë në faljen dhe mëshirën Allahu subhanahu wa taala. Dhe dhijet se na nuk mujna më shpëtu përveç se me mëshirën e tina. S'mujna me hinë gjenet, përveç se me mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Na jena të shpëtuar dhe na jena gjenetli vetëm nëse Allahu na fal dhe na mëshiron. Se me veprat e tona na jena përkërkuni. Na jena në fund të humnerës, sepse mëkatet janë të shumta, veprat e këqija janë të shumta. Pak janë ato që ndjekin udhën rrugën e Allahut subhanahu wa taala dhe udhën e pejgamberit alayhis salam. Pak janë njerëzit të devotshëm, pak janë njerëzit e mirë. Kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Shumica e njerëzve thotë kanë mirë. Për shembull nxjarr të xhenemit, shumica e njerëzve thotë janë të devijuar, shumica e njerëzve nuk janë rrugën e Allahut. Pak janë ato që shpëtojnë, pak janë xhenetlit. Allah elus me Allahu subhanahu wa taala me na bë prej këtyre të paktëve, që të jemi të shpëtuar dhe të jemi prej banorëve të xhenetit. Mendjemasia e largoi prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala iblisin. Iblisi e the urdhrin, bëri mëkat dhe Allahu subhanahu wa taala tha del prej atë. Tha ti je i mallkuar er-rajim, qofshi i mallkuar deri në ditën e gjykimit. Dhe kështu mallkua iblisi deri në ditën e gjykimit. Deri në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala i dha hapësirë shejtanit dhe iblisit që mi mashtron njerëzit, që njerëzit mi largu prej rrugës së vërtetë. Allahu subhanahu wa taala thot në surën Hijr, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblisi tha, Zotim, për shkak se më çovën humbje, unë do t'ja zbukuroj atyre njerëzve rrugën e gabuar në tokë dhe të gjithë do t'i largoj nga rruga e drejtë. Kështu pi thot Iblisi Allahu subhanahu wa taala. Për shkak që më humbe, për shkak që më largohem nga mëshira jote, kam për t'u zbukuruar, kam për t'ja hieshuar njerëzve mëkatet dhe gjunahet. Kam për t'ja hieshuar rrugën e gabuar. Kam për t'ja hieshuar dashurinë ndaj dunjas. Që ato me dashuru dunjan, me vrapu pas dunjas, edhe me haru Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu është, kjo është qëllimi i shejtanit, që njerëzit mi nxjerr për rrugës së Allahut. Mi mashtru pas dunjas, që njerëzit me nga mas pasuris, mas grave, mas pozitës, mas knatësive të kësaj bote, edhe me haru Allahun subhanahu wa taala. A dihet se cila është më parësore? Dihet se cila ka përparësi? Ka përparësi bota e përtejme, ka përparësi bota e përjetshme, se kjo botë ka fillim dhe ka mbarim. Kjo botë është e kufizuar, e ka fillimin e vetë dhe ka dhe mbarimin e vetë. Dërsa bota tjetër fillimin e ka, mirë po mbarim nuk ka asnjëherë. E ty tash kanë 50, a 50 këta e cila është e kufizuar, apo 50 të përjetshmën, atë të cilin nuk mbaron asnjëherë. Xheneti nuk mbaron asnjëherë. Xhenemi nuk mbaron asnjëherë. Është i përjetshëm. Andaj e jona është me zgjedh. E jona është me zgjedh rrugën, cilën rrugë jemi duke e zgjedh. A jemi duke e zgjedh ata të përjetshëm xhenetin, apo jemi duke i zgjedh kënaqësi tek kësaj bote, të cilat janë të përkohshme, të cilat mbarojnë, këtë kanë mbaruar. Pasuria mbaron, trupi mbaron, bukuria mbaron, të mirat tek kësaj bote, kënaqësitë tek kësaj bote, këtë mbarojnë. Mbet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mbet vetëm fytyra Allahu subhanahu wa taala. Gjithçka shkatrohet, se këtë janë të padobishme. Këtë janë të pavlera.
me vlerë është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Armiqësia e tij ndaj Ademit është aq e madhe, armiqësia e iblisit ndaj Ademit është aq e madhe saqë nuk mjafton duke deviju vetëm Ademin alayhis salam. Shejtani, iblisi mundohen që me deviju Ademin alayhis salam edhe bitë dhe bijat e Ademit alayhis salam, të gjithë njerëzimin prej te i pari deri te i fundi. Iblisi, shejtanët me ushtrinë e tyre, ata mundohen që njerëzit të shpjerin zjarr të xhenemit. Përderisa ai e di që ka me shku në xhenem vet, kështu edhe të tjerë mi shtin në xhenem. Çështo do njerëzit të në kësaj bote. Cigarxhia do ketë më kanë cigarxhi. Ai i cili është me një situatë të shërgjë ketë më kanë sikur sa ai. Kjo është prej shejtanit. Kjo është prej shejtanit, se shejtani do ketë me një zjarr në xhenemit, edhe pse i di se ai ka me një zjarr në xhenemit. Allahu e ka mallku, e ka poshtru. Dhe ata të cilët e ndjekin rrugën e shejtanit, ata janë të larguar prej mëshirës Allahut subhanahu wa taala. Ata janë të mallkuar. Disa nga mënyrat e devijimit të njeriut nga shejtani i mallkuar. Shejtani përdor lloj mënyre që njerëzit mi largu prej rrugës së vërtetë, prej rrugës së drejtë. Shejtani nuk e çet njeriu direkt prej feje. Nuk e nxit që më dal direkt prej feje, pa i përdor shkallë. Përdor mënyra që njeriu ngadalë që më ra deri në kufër edhe në shirk. Të farën sen që e shtin shejtani që me bën njeriu shirku. Se ky është më i rrezikshëm. Inna shirka la dhulmun adhim. Shirku pa drejtësia më e madhe, s'par janë kështu njeriu me shtim me bë shirk. Nuk mundet me shtim me bë shirk, kështu me shtim me bë kufër. Sarin me bë kufër, me shtim me bë kufër. Atëherë kështu më zbukuru bidatet. Rrisit në fej, hajë që s'kori dhe kjo. Se kjo është adhërim, na të përmendë Allahu subhanahu wa taala, shka po të keqe këto. Ndërsa ata të cilën se ka bë pejgamberi alayhis salam, se kanë bë shok të pejgamberit alayhis salam, ajo është e keqe, edhe nëse njerëzit mendojnë se ajo është e mirë. Prandaj na të obligum me ndjek sunetin e pejgamberit alayhis salam, traditën e pejgamberit alayhis salam. Ata të cilën ka vepruar pejgamberi alayhis salam, veprojnë edhe ne. Ata të cilën se ka vepruar pejgamberi alayhis salam, na largohemi prej saj, se ajo është e keqe. Edhe nëse njerëzit mendojnë se është e mirë. Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu. Fat Allahu çka t'ju jap pejgamberi ata merrni. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dhe çka t'ju largoi pejgamberi, largohuni prej sajna, distancohuni prej sajna. E pasi që edhe bidatës më mishtimi bën njerëzit, atëherë shejtani, iblisi këshillçi njerëzit me shtin gjunahe. Hajse kjo s'ka lidhje. Hajse ajo s'ka lidhje. Hajse kjo gjuna i vogël, nuk ka gjuna i madh. A njerëzit me gjunahe të vogla dhe e nxin zemrën, edhe mo zemra dhe trupi njeriu s'ndin ma asgjë. S'ndin ma, a është halal, a është haram. S'ndin ma është vepër e mirë apo është e keqe. Këto janë shkallët e shejtanit. Prej në shirk, në kufër, në bidate, në harame. S'mërët me shtia s'harame me ba. Shkon i ban vezvejse. Shkon namaz se le rahat. Nuk e le mu koncentru në namaz. Këto janë shkallët e shejtanit që i përdor. Këto janë metodat e shejtanit që i përdor. Mos milan njerëzit rahat, që mi deviju njerëzit prej rrugës Allahut subhanahu wa taala. Prej rrugëve të shejtanit që i përdor i mallkuari, është edhe vonimi ose shtyerja e pendimit. I thot njeriut, haj se ti je i ri, ka ti mu pendu, kënaqet ti sa je i ri, ka ti mu pendu, kur të plakësh ti ki mu pendu. A kush ta garanton ty se ki mu plak? Sa njerëzi që kanë mendu se kanë mu plak, edhe kanë vdek në rini. Sa për njerëzit kanë vdek të prap, pa asnjë smundje, pa pas kur gjë. Vdekjes nuk e dihet, e xhelit nuk e dihet. Kur kush s'ka garant se mas një sekundi ose pas një minutës ose pas një dite ka me qenë gjallë. Kur kush nuk e din përfundimin, kur kush nuk e din se kur Allahu ka me ja marrë shpirtin, prandaj na do të mu pregadit. Na do të mu pregadit për vdekjen. Që shka thonë pejgamberi alayhis salam, për kujtojeni shkatëruesin e kënaqësive, se me vdekje shkatërohen kënaqësit. S'ka më kënaqësi, i haron më këtë dunja shka ke ba. I haron më aje kënaq as e kënaq. I haron më këtë dunja ke hek as ke hek. Aje ka një smut, aje ka një shlosh. Aje ka një pasur apo i ka një varfër. Çfarë mundime, çfarë gale ke pas, çfarë sprova ke pas, ke kimi harua.
kanë më të kujtu vetëm veprat e mira që i ke bërë për hir të Allahut. Ato kanë më të gjetë ty e natën e varet. Ato kanë më të gjetë ty në urrën e siratit. Ato kanë më të gjetë ty në ditën e llogarisë. Pra mos e shtini pendimin asnjëherë. Mos thuj se jam i ri se pendona masanena. Jo, pendoju më njëherë. I ke bërë mëkat Allahu subhanahu wa taala, pasoje me pendim, pasoje me kërkim falje. Se kështu na urdhon pejgamberi alayhis salam, kështu na urdhon Allahu subhanahu wa taala. Tjetër mashtrimi i shejtanit i dëshpëron njerëzit, njerëzit shtin me bë mëkate. I shtin me bë mëkate të mëdha, i nxit me bë mëkate të mëdha njerëzimin, shejtani, pastaj i thot, për ty s'ka pendim, mo çaç, si ti mo deri këtu je mo. Ti mo ke sharrun gjunohe. Ti qash më të ka plu gjunohet, për ti mos s'ka falje dhe s'ka pendim. Kjo është metoda tjetër të cilën e përdor shejtani. Ku na kemi një kësaj raste, që thot Allah mos ma fal mua, i ka bë 60-70 vjet, e din që ka bë gabime, i thot Allah mos ma fal, çka s'u bëhe. Kjo është ma gjuna se gjunaho. Me mendu se Allahu s'ta fal, edhe s'ka pendim për ty, kjo është më gjuna se sa krejt mëkatet e tua që i ke bë 60 vjet, 70 vjet. Se kjo është me pas mendim të keq për Allahun. Kjo është me rënë kundërshtim me Allahu subhanahu wa taala, me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, se Allahu është falës i madh, Allahu është mëshirues i madh. S'ka falje më të madhe se falja e Zotit, s'ka mëshirë më të madhe se mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Thot o ju të cilët e keni ngarkuar veten me mëkate, thot mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Njeriu kur s'ban me humb shpresën në mëshirën e Allahut. Sado që mëkatet janë të mëdha, sado që mëkatet janë çumta, mëshira e Allahut është më e madhe se mëkatet e tona. Mëshira e Allahut dhe falja e Allahut është më e madhe se gjunahet e tona. Allahu thot la taqnatu min rahmatillah, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allahu i fal të gjitha gjunahet. Allahu i fal të gjitha mëkatet. Innahu huwal ghafurur rahim. Ai është falës i madh, është mëshirues i madh, është mëshirëplot Allahu subhanahu wa taala. Andaj ne mi humb shpresat e mëshirës së Allahut. Kjo është prej gabimeve më të mëdha që mund të bëjë njeriu. Është më mëkat se sa mëkatet. Andaj kanë ardhur disa gjurë, disa transmetime se Iblisi ka thonë: I shkatrova bita Ademit me mëkate, kurse ata më shkatruan mua me istikfar, me kërkim falje. A don ti me shkatru shejtanin? A don ti me shkatru Iblisin? A don ti Allahu me të falë me fitu kënaqësinë e Allahut? Kërkoj falje Allahu subhanahu wa taala. Bani istikfar sa më shumë. Thuj astaghfirullah, e kërkoj faljen Allahut, wa atubu ilayhi, dhe ta i pendohem. Sa më shumë që ti kërkon falje, aq më shumë të mëshiron dhe të falë Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam i dërguar i Zotit 7 herë në ditë ose me transmetime tjetër 100 herë në ditë i ka kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala. Ka qenë pejgamber, njeriu i zgjedhur i Zotit, edhe i ka kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala shumë. Po kujna na që kina mëkate shumë, kina gjunahe shumë, na do të halo më shumë me kërku falje të Allahu subhanahu wa taala për mëkatet tona. Na akoma do të më shumë do të më bëj istikfar. Na akoma më shumë do të më shtu pendimin edhe tauban. Robërit e të devotshëm nuk mund mi bë për rreth Iblisi. Iblisi, robërit e devotshëm të Allahu subhanahu wa taala nuk i ka shumë anë që mi mashtru ata. E ka shumë anë që mi largu prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Se thot Allahu illa ibadaka minhum al-mukhlasin, përveç robërve të të sinqert. Allahu ja aprovon këtë fjalë, këtë përjashtim dhe i tregon se robërit e tillë do të jenë të mbrojtur nga Allahu subhanahu wa taala. Nëse je prej muslimanëve të mirë, e devotshëm, e sinqert, ti do të jesh në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe s'mundet shejtani ty më të largu prej rrugës së drejtë, prej rrugës së Islamit, prej rrugës së Kuranit dhe rrugës së Sunetit. Thot Allahu inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Po në të vërtetë ti nuk ke kur far pushtetin ndaj robërve të me. Mjafton Zoti yt, mjafton si mbrojtës i tyre. Na mjafton Allahu si mbrojtësi jon. Na mbështetemi vetëm te Allahu subhanahu wa taala. E kërkojna vetëm ndihmën e Allahu subhanahu wa taala. E lutemi vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe askën tjetër.
Pastaj vjen hyrja e Ademit alayhis salam në xhenet. Pas debatit në mes Allahut të madhëruar dhe Iblisit të mallkuar, pas asaj që ndodhi dhe kur Allahu e krijoi Ademin alayhis salam, Allahu e urdhëroi Ademin që të hyjë në xhenet edhe të jetojë bashkë me bashortën e tij Havan, të cilin e kishte krijuar më parë, duke e bërë bashorte dhe bashkëudhëtare të Ademit alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala përshkruan në Kur'an në surën Bekara ku thotë: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Thot në thamë, o Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet dhe hani lirisht prej frutave të tij. Ka të doni. Hani prej frutave të xhenetit sa doni dhe ka të doni. Por mos ju ofroni kësaj pejme që të bëni të padrejtë. Allahu subhanahu wa taala avoni halal Ademit alayhis salam dhe Havas gruas së tij që me hangër prej pejmeve çka të doje në xhenet. I tha vetë këta mos e prak. Vetëm këtë pejmë mos e prak. Sigurisht që kjo ishte nder për Ademin alayhis salam. Allahu prej se prunin tokë Ademin alayhis salam, prej se i krijoi, e ndroi ata, e respektoi ata, e veçoi prej krijesave të tjera. Çfarë herë i urdhëroi me lajket miran sejdë atina. Pastaj e nderoi Ademin alayhis salam me logjik me mendje. Ja mësoi emrat e sendeve, ja mësoi emrat e melekëve, ja mësoi të gjitha emërtimet Allahu subhanahu wa taala. Por prej nderit edhe prej respektit është edhe futja në xhenet e Ademit alayhis salam dhe Havas. Allahu i madhruar na tregoi se Ademin e krijoi në tokë nga vajo. Tani këtu po na tregon dhe po i thot Ademit: "O Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhenet." Allahu e krijoi në tokë Ademin alayhis salam, pastaj po i thot hyr në xhenet. Mirë, po ka dhe mendime tjera që thojnë se Havan Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar në xhenet dhe jo në tokë. Këto janë disa mendime tjera të dietarëve. Dihet se gruaja e Ademit alayhis salam, Havaja, është e krijuar prej bririt të Ademit alayhis salam. E ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Silluni ndaj grave mirë, sepse gruaja është e krijuar nga brinja, nga maja e brinjve të Ademit." Dihet se brini nuk është e drejtë, është lakuar, është parafërsisht si bananja, parafërsisht. E që ka thënë pejgamberi alayhis salam, kjo është shembulli i bririt të Ademit, është sikur se shembulli i gruas. Nëse ti mundohesh që me drejtu, e thënë ata ketë. Nëse mundohesh, nëse e leti qashtu, ajo është tremot më shumë. Kështu është shembulli i gruas. Në edukimin e gruas, në respektin e gruas. Asje që komplet ki me drejtu, asje që me lanë ashtu se shtremot më shumë, pra do të me gjetë një mesatare. Do të me gjetë një mesatare në raport me grua, në raport me bashortën. Cila është kjo pejmë ndaluar? Cila është kjo pejmë të cilën ja bani haram Allahu subhanahu wa taala Ademit alayhis salam? Ka disa mendime nga selefët, nga të parë tanë të mirë, nga dietarët e umetit. Disa thojnë se kjo pejmë është ulliri, disa thojnë se kjo është fiko, disa thojnë se kjo gruri, disa thojnë se kjo pejmë është rushi. Ka dhe raste që i komri, thojnë që është molla. Mirë po thojnë dietarët se nuk ka argument të saktë që dihet se çfarë pejmë kanë ajo. Mjaftë me ditë se ka një pejmë të cilën Allahu ja ka bërë haram Ademit alayhis salam. Ka që dim. Ka çka argument sakt. Por më shumë nuk ka argument që e vërteton se ka qenë molla, apo ka qenë rushi, apo ka qenë gruri, apo ka qenë fiku, apo ka qenë ulliri. Nuk dihet. Mirë po Allahu po i thotë mos ju afroni asaj pejmës. Gjithashtu Allahu thotë wala taqrabu zina, mos ju afro zinas. Se ti nëse afrohesh e ban. Nëse i afrohesh ti bjen zina. Nëse ti afrohesh pejmës ti e han ata. Për shta Allahu subhanahu wa taala po thotë mos ju afro asajna. Mos ju afro pejmës. Se nëse i afrohesh, atëherë bjen mëkat edhe bjen haram. Mirë po më mirë është mi u distancu haramit, mi u distancu të ndaluarës, mi nejtë sa më larë. Se nëse i rinë sa më larë, atëherë shpëton për haramit. Nëse i afrohesh, shansat për me ranë gjëna janë akoma më të ndaja. Kurtubiu ka thonë, disa ulema kanë thonë se fjallë Allahut mos ju afroni, sinjalizon bërjen e gabimit dhe dalin nga xheneti, dhe se banimin e tij nuk do të zgjat shumë. Për faktin se atij që është saktuar të jetojë përgjithmonë në xhenet, nuk i ndalohet asgjë. Madje nuk urdhërohet me asgjë, as nuk ndalohet nga asgjë.
Argument për këtë është fjala Allahu subhanahu wa taala, ku thotë Allahu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Unë do të krijoj një mëkëmbës, një zëvendës në tokë. E Allahu ka kriju Ademin mëkëmbës zëvendës në tokë. E çish mund të me jetu Ademi alayhis salam në xhenet? Për çeta e ka bë Allahu subhanahu wa taala që Ademi alayhis salam me gabu dhe me hangër pemën, edhe mu kthy në tokë. Mu kthy në tokë, edhe me u vazhdu njerëzimi. Prej Ademit alayhis salam, ato kanë bërë fëmijë pas fëmije, edhe kemi ardhur deri në ditën e sotshme. Njeri pas njeriu, gjenerat pas gjenerate, edhe kemi ardhur deri në ditën e sotshme. Kush është babai jon? Babai jon është Ademi alayhis salam. Pra dihet se njeriu në xhenet nuk ka ndaresa, nuk ka mëse ban këto se mëse ban ata, nuk ka haram edhe halal, aty është gjithë çka e lejuar, aty është gjithë çka halal. Edhe xheneti, siç e thëta, është i përjetshëm. Është i përjetshëm dhe nuk mbaron asnjëherë. Iblisi e mashtron Ademin dhe Havan që me hangër pemën. Ademi alayhis salam dhe Havaja kuptuan se e kanë të lejuar në xhenet çdo gjë me hangër, përveç kësaj peme. Edhe Ademi alayhis salam e diti se kjo pemë është i ndaluar Allahu subhanahu wa taala Ademit alayhis salam, edhe po shkon bash aty penguc. Bash po shkon që aty pe nxit edhe pi bën vezvese që Ademi alayhis salam dhe Hava me hangër pemën. Shejtani e nxiti dhe e joshi Ademin alayhis salam që me hangër pemën dhe Ademi alayhis salam me hangër pemën. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në surën Taha, qala ya Adam hal adulluka ala shajarati al-khuld wal mulk la yabla. O Adam, a do me ta tregu ti pemën e përjetësisë dhe një mbretërimi që nuk zhduket. Kështu shejtani shpokshir me mashtru Ademin alayhis salam. Nuk i thot mëse nuk i thot haja, jo, thot, a do me tregu për një pemë që është pemë e përjetësisë. Nëse e han ti këtë pemë, ti ke mundon xhenet për gjithmonë. Nëse e han ti këtë pemë, ti nuk i mu plak asnjëherë dhe ki mu kanë i lumtur, ki mu kanë i kënaqur. Kështu çfarë mashtron shejtani Ademin alayhis salam dhe Havan. Nuk i thot shko haja, çu të vënë me shejtani, nuk na thot çka bën haramin, jo, të nxit, ta afron, ta shishmon, ta lakmon, ta zbukuron që ti më shku vet. Se shejtani s'ka ti më çun haram, jo, ai të nxit, ta zbukuron ata, ai thot se kjo shumë e mirë është. Ta bën të bukur, ta bën jo se që ti më ra. Çështja ja bën Ademit alayhis salam, jo zbukuroi. E mashtroi duke thënë se kjo është pemë e përjetësisë. Nëse han ti këtë pemë, ki mu kon në xhenet për gjithmonë, s'ki mu plak asnjëherë. Jo vetëm kaq, po ju betu Ademit alayhis salam. Se aty është duke ja desh të mirën shejtani, para no, shejtani të ja desh të mirën Ademit alayhis salam. E ka përmendur Allahu në Kur'an në surën Al-Araf, shejtani i nxiti u përshpëriti, por t'u zbuluar pjesët e turpshme të mbuluara të trupit të tyre dhe u tha: Zoti juaj u ka ndaluar pemën, vetëm që të mos bëni me lajke ose të jeni të pavdekshëm. Dhe ju betua atyre shejtani duke thënë: vërtet unë jam për ju këshillues i sinqert. Kush apo thot shejtani çka thot Ademit? Unë jam këshillues i sinqert. Unë jam këshillues i mirë, po ta du të mirën tyje. Edhe kështu e mashtroi shejtani Ademin alayhis salam dhe e hangri pemën. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e nxjerri prej xhenetit Ademin alayhis salam dhe edhe e pronin tokë. Kështu vëshni urdhër të Allahu subhanahu wa taala nuk e ka zbatuar dhe Allahu e ka nxjerr prej xhenetit. E ka nxjerr prej xhenetit. Ndërsa na që kena plot gjina dhe plot mëkate. Po siç e theka, na shpresojnë në falën dhe mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Na jena musliman. Na jena gabimtar, jena me gabime. S'ka njeri i cili nuk ka gabime. Mirë po më i miri për atyre është ai i cili pendohet dhe i kërkon falje Allahu subhanahu wa taala. Elusi Allahu në madhruar që më na mundson të kuptoj fen Allahu subhanahu wa taala. Elusi Allahu në madhruar më na mundson me kuptoj Kur'anin dhe Sunetin, çashtu që kanë kuptuar gjeneratat e para, çashtu që kanë kuptuar sahabët çoktë e pejgamberit alayhis salam. Elusi Allahu në madhruar më na shto dijen e devotshme dhe dijen e hajrit. Elusi Allahu në madhruar më na von prej të devotshmëve, prej të sinqertave dhe prej njerëzve të mirë. Elusi Allahu në madhruar më na mundson me pas fundin e mirë. Elusi Allahu në madhruar më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarrin të xhenemit. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.